Të nderuar të pranishëm në këtë mexhlis, e falënderojmë Allahun fuqiplot që na ndihmoi dhe mundsoi që të kalojmë këta 2/3 e këtij muaji të bekuar të Ramazanit në agjërimet e ditës dhe namazin e natës, duke lutur Allahun fuqiplot që të vepra që i kemi bërë, sado që janë të vogla, të regjistron në regjistrin e veprave të mira, të pranon prej nesh dhe të na gëzon me të ditën kur dalim për Allahun dhul xhelal. Në fillim të Ramazanit kemi thënë se qëllimi i agjërimit është devotshmëria. Dhe këtë e ka përcaktuar Allahu dhul xhelal në Kur'an vetë kur thotë ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, ju është bërë detyrë dhe obligim agjërimi, ashtu se që ka qenë detyrë dhe obligim për popujt para jush, me qëllim që të bëheni më të devotshëm. Sot në këtë mexhlis dhe këtë këshill, dëshoj të përmendi diçka prej nderimeve, përfitimeve që i fiton njeriu i devotshëm. Do të bëhesh i devotshëm me agjërim në Ramazan, e prej kësaj çka fiton ti? A është kjo qëllim që ti arrin atje dhe pastaj këtu ndalet fitimi jot? Apo është një qëllim ku ti arrin dhe pas të cilit qëllim vazhdojnë me të ardhë të mirat, begatit dhe nderimet Allahu dhul xhelal. Andaj kur e shfletojmë Kur'anin, e shohim se Allahu dhul xhelal i nderon me lloj-lloj begatish dhe shpërblimesh ata që janë të devotshëm. Nderimi i parë është myshdja që e fiton njeriu që është i devotshëm, që është takva, për të cilën Allahu dhul xhelal thot: "Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah." Atyre që besojnë Allahun dhe janë të devotshëm, atyre u takon myshdja në dynjë dhe në ahiret. E myshdja zakonisht jepet për çka? Jepet për gjëra të mira, për lajme të mira. Myshdje atyre që i zbatuan urdhët e Allahut dhe u larguan prej ndalesave të tij. Myshdje se kanë fituar kënaqësinë e Allahut dhe mëshirën e tij. Myshdje se janë shlyr mëkatet e tyre. Myshdje se janë shtuar sevapet e tyre. Myshdje se kanë fituar begatinë e Allahut xhennetin. Myshdje se do të pinë nga uji i Keutherit dhe do të hanë nga hajet e xhenetit. Myshdje se kanë me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Myshdje se kanë me pa hurit e xhenetit dhe kanë me jetuar me ta. Myshdje se kanë me përjetuar kënaqësitë e lloj-llojshme dhe të begatshme të xhenetit, dhe myshdje se kanë me përjetuar lumturinë e përhershme të ahiretit, dhe myshdje e fundit që nuk është e fundit, se si kemi numëruar të gjitha, myshdje se kanë me pa madhninë e Allahut dhul xhelal. Andaj faktikisht njeriu që agjeron dhe arrin devotshmërinë e ka këtë myshdje në dynjë për jetë të lumtur dhe të begatshme, dhe në ahiret për këto fitime të mëdha që janë për te. Nderimi i dytë që vjen për njeriu që është takva dhe i devotshëm, fiton praninë e Allahut dhul xhelal me te. Një njeri që në dynjë dëshiron të jetë i fortë, thotë çka lidhur me atë që është i fortë. Edhe ai që ti lidhesh me te është si ti njeri, nga mishi dhe nga gjaku. Dhe forca e tij është kalimtare, është e përkohshme, nuk është e përhershme. Edhe nuk është forcë që qëndron vetvetiu, por është e lidhur me diçka tjetër, ose me pushtet, ose me pasuri, ose me gjëra të ngjashme. Mirë po, nëse don ti me qenë realisht i fortë, atëherë çka lidhur me Allahun dhul xhelal, dhe bëhu rob i sinqert i Allahut subhanahu wa taala, dhe nënshtroju madhisë Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu dhul xhelal: inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me ata që janë takva dhe me ata që janë bamirës. Çka do të thonë ky nderim i madh? Paramendon një njeri që e ka me vete si ndihmës Allahun, e ka me vete si përkras Allahun.
A ka mundësi dikush me dal karshi ati? Edhe nëse i del, a ka mundësi ai me fitu atë? Nuk ka mundësi. Për këtë shka kemi nevojë na me undal edhe me i menu këto nderime të mëdha që Allahu Dhul Jalal ja jep atij që është takva, atij që e mrin ke stacion me agjerim. Dhe ne që agjerim Ramazanin dhe falim namazin dhe falim namaznate dhe japim sadaka dhe bëjmë dhikr, bëjmë dua, lexojmë Kur'an, kemi nevojë të ndalemi te këto fitime që ne garanton Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht Allahu është me ata që janë të devotshëm, sepse i largojnë nga kufri dhe devijimi. Është me ata që janë të devotshëm sepse u ndihmoi të zbatojnë urdhat e Allahut Dhul Jalal. Është me ata sepse u ndihmoi për të qenë të mbrojtur prej kurtheve të atyre që bëjnë kurthe, të mbron nga sherri i atyre që kanë sherr. Andaj, nëse njeriu e fiton kënaqësinë e Allahut dhe pranimin e tij, atëherë çka i duhet për dunjas? Çka i duhet për njerëzve? Asgjë. Për këtë shkak, do thotë ky njeri që e ka fituar këtë nderim të madh për Allahut, që Allahu me qenë me te është fitimtar i madh, përveç të cilit nuk ka fitimtar më të madh se ai. Andaj, njeriu që e ka mik Allahun, a ka mundësi me humb? Njeriu që e ka kujdestar Allahun, a ka mundësi dikush me dëmtu atë? As pak. Për këtë shkak, naluni edhe menoni këtë begati dhe këtë nderim për të shiju kënaqësinë e devotshmërisë në shpirtin ton. Nderimi i tretë që ja bën Allahu Dhul Jalal atij që është i devotshëm, është se atij Allahu jep dituri dhe urtësi. Dhe majnë men, njeriu me devotshmëri e shton diturinë dhe urtësinë e tij për t'i kuptuar thellësirat e gjërave dhe për të sqaruar fen në mënyrë që atyra të bën dobi dhe t'i shtyjnë ata ka e mira në dunjë dhe normalisht të fitoj rahmetin e Allahut në ahiret. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. O ju besimtar, nëse ju keni frikë Allahun, jeni takwa, Allahu jep ju e furqan. Furqan është forcë e diturisë, e cila e ndihmon besimtarin për të bërë dallimin mes asaj që është e vërtet edhe asaj që është e kot. Asaj që është e mirë edhe asaj që është e keqe. Asaj që është e dobishme edhe asaj që është e dëmshme. Asaj që është iman edhe asaj që është kufër. Asaj që është sunet edhe asaj që është bidat. Edhe këtë dituri që në ndihmon për t'i nda gjërat kemi nevojë vazhdimisht. Se shpesh përzihen gjërat, nuk janë të qarta, edhe nuk është vështirë të bësh dallimin mes të bardhës edhe të zezës. Edhe pse kanë edhe ato përzihen, ama problemi më i madh është kur mes dy të zezave me diçka është më e zeza, edhe mes dy të bardhave me diçka është më e bardha. Këto duhet për një mendje ndihmë për Allahu Dhul Jalal që e fiton besimtari me takvallokun dhe devotshmërinë e tij. Ka furqan e cila mbështetet në dituri dhe në urtësi për të bërë dallimin mes asaj që është e shëndosh edhe asaj që është e semur. Asaj që është e drejtë edhe asaj që është e shtrembër. Asaj që është i jetë edhe asaj që është vdekje. Asaj që është xhenet edhe asaj që është xhenem. Asaj që është hidhrim edhe asaj që është butësi. Andaj e lutim Allahun Dhul Jalal që të na bën për atyre që kanë me vete dituri, e cila u ndihmon në momentet kritike të jetës për të zgjedhur rrugën e drejtë, për të zgjedhur rrugën e duhur, se përndryshe shumë njerëz ndoshta janë musliman, mundohen ta zgjedhin rrugën e drejtë, por gabojnë dhe devijojnë. Dhe vinë sprovat dhe telashet. Dhe nxjerrin shesh mbrenësinë në çdo kujt. Për këtë shkak, muslimani i thjesht, po edhe hoxha dhe dietari, ka nevojë me qenë i mbushur me dituri dhe urtësi që në momentet kritike dhe të vështira
për te popullin e tij mos merr vendime të gabuara. Se ka mundësi me sprovu Allahu Azza Jallal. Për shembull në Siri tani, ajo që ndodh, do të kanë rënë provim njerëz që deri dje mbushej xhamia duke ndëgjuar ata. Që e xhamat që deri dje vinte prej viseve të ndryshme të qyteteve të ndryshme të Sirisë, vjen puna që i njëjti xhamat me e zbrit prej hutbes. Pse se nuk diti në momentin vendimtar me qenë me popullin, për shkoj me pushtetin. Deri dje kishte emrin e madh. Edhe emri ti fluturonte në për shumë vise dhe vende të muslimanëve. Mirë po, nuk i kishte Furkanin me veti. Ai kohë të gjatë me dituri. Edhe ndoshta ka punuar në fushën e diturisë më shumë që kemi na ymër dhe jetë. Ama erdhi një moment i krizës, i fitnes, ku ndoshta mund të t'i kushtonte me jetë atij. Por ishte momenti vendimtar, me ka me qenë. A ka me qenë me të vërtetën dhe pastaj me popullin që e kërkon të drejtën, apo me pushtetin zullëmqar dhe shtrëmbues i fesë edhe i fakteve tjetës. Edhe bie në provim. Për këtë shkak do të ky rast do të më qenë shembull dhe mësim për gjithë ne, domthonë për mua si xhamat edhe për mua si hoç. Se edhe xhamati ka nevojë me qenë i vëmendshëm edhe i kujdesshëm se në momentet të fitneve të razirave mundet me gabu dhe me inër hak dikujt. Po edhe hoxha gjithashtu me qenë shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm çfarë suneti, çfarë tedbije lën në xhamatin e vet. Nëse lën sunet gabum dhe tedbije të gabume, mundet me qenë sebeb ajo që nesër më ju kthi bumerang edhe atij vet. E ai pastaj me ju kujtu që ka gabu, mirë po me qenë vonë. Për këtë shkak kemi nevojë gjithë na për këtë Furkan që na ndihmon me qenë të urtë. Edhe në bazë duri që na ndihmon me marrë vendimin e shëndosh edhe të saktë. Let na kushton sa të na kushton. Let na kushton sa të na kushton. Andaj momentet caktuara dietarët kanë përgjegjësi më të mëdha se sa xhamati. Dhe për këtë shkak Imam Ahmedi rahimahullahu taala, që si kemi sqaruar në ndesin për Imam Ahmedin, ku erdhi momenti i fitnes dhe kërkoshin disa shok dashamit ti që ai të bëhet më i butë, domthonë të lëshon në pen parimet e veta. Çka tha? Tha dil jashtë. Shiko, doli jashtë, tha ka njerëz i plot po presin me lapsa në dorë fletore. Tha çka presin ata? Presin fjalën tonë. Tha nëse unë sot jam burg edhe kam hangër dhe më thonë denim e dajak të vështirë. Nëse unë sot për shkak të presionit e ndroj qëndrimin tem, ajo shkruhet, ndrohet feja e njerëzve për shkak dobësisë teme. Ma mirë unë të denohem, e të persekutohem, e të ha dajak, se sa feja që të mbrohet. A më kush e bën këtë? E bën imani i fort, edhe Furkani që e ka në zemër, çdo musliman. Për këtë çka të ndëruar vëllezër, kemi nevojë na me ndikë këtë, sidomos të momente të vështira që ton ummeti islam në përgjithësi. Dhe e katërta dhe me këtë do të mjaftohemi. Nderimi i katërt që jep Allahu atij që është takva, është se Allahu e ndihmon këtë njeri duke ja shly atij mëkatet dhe duke ja shumë fishu shpërblimet. Do të agjërove, arritet e devotshmëria. Kur arritet e devotshmëria, Allahu t'i shlyti mëkatet dhe t'i shtoj sevapet. Dhe thot Allahu: "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Ai që ka frikë Allahun, i shlyhen mëkatet dhe i shumë fishohen dhe shtohen shpërblimet atij. Do thot është shpërblim i madh, të cilin e androjnë njerëzit, Allahu ta jep ti gati. Është dëshirë e shumë njerëzve, Allahu ta jep ti që je takva. Andaj mjafton edhe kjo si nder i veçantë, të cilin ja bën Allahu atij që është takva. Shlyerja e mëkateve, shtimi i sevapeve, çka mbeti më? Çka mbeti? Nuk më dikon i send. Andaj
sikur thot Allahu dhul Jalal për xhenetin uiddat lil muttaqin, është përgatit për ata që janë takva. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na i fshin gjunat e tona, e të na i shton sevapet, e të na jep begatit, e të na bën prej banorëve të xhenetit inshallah taala. Elusim Allahun që të arrijmë fillimin e shëllimin e agjërimit është devotshmëria, e pastaj të fitojmë edhe këto nderimet të devotshmërisë, e të fitojmë rahatin edhe me qenë e dunjos edhe ahiretit. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.